Në këtë rast, Edi Rama i ka të dyja këmbët në një këpuc, apo është duke u përpjekur që të gjejë një zgjidhje? Unë nuk jam analist dhe politikan, por nga sa kuptoj unë si qytetar, është mentalitet i lindjes ky, pra ne nuk kuptojmë akoma, ne nuk e kuptojmë qytetarin, ne nuk kuptojmë atë burrshtetësinë, ne nuk i japim atë cilësi që i takon një burri shteti. Pra ne jemi autokratë, domethënë, dhe kjo është një mentalitet bolshevik më shumë. Pra ne kur marrim pushtet nuk e lëshojmë me kollaje të tjerë, pra për veten tonë sakrifikojmë dhe gjithë kombin, dhe kjo është një fatkeqësi që ka shoqëruar të shoqërisë shqiptare, sidomos nga viti 41 dhe tu. Pra qoftë në kohën e diktaturës, qoftë edhe në 97, qoftë edhe sot prapë në 2026, pra kjo është një mentalitet dhe ne vuajmë nga kjo sindrom, kjo është vërtet një sëmundje e pasuar brez pas brezi, dhe kjo ka sjellë pasoja. A mendoni se Edi Rama në këtë rast mund të shkojnë atë pikë sa të japë dorëheqjen, apo ky lloj mentaliteti që thoni ju, ky lloj mentaliteti bolshevik do ta bëjë atë që të rezistojë deri në fund? Duhet të keni një gjë parasysh që këtu janë Bashkimi Evropian, janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermania, janë disa shtete miq të përjetshëm të Shqipërisë që detyrimisht që ndoshta do t'i bëjë presion në forma të ndryshme që dhe t'i jap dorëheqje. Por kjo duhet të kuptoni që ka dhe një pikë. Dhe ajo pikë dihet që është drejt fundit, nuk mund të zgjasë pafundësisht kjo lloj protesti. Nuk ka zgjidhje tjetër, mendoj unë. Të paktën kështu mendoj unë, nuk ka zgjidhje tjetër. Kur thoni nuk ka zgjidhje tjetër përveç rastit të dhënies së dorëheqjes dhe që vendi shkojë drejt zgjedhjeve. Mund mos jap dorëheqje me protestat, mund të paralizohet tërë ekonomia shqiptare, mund të bllokohen rrugët, mund të bllokohet parlamenti, mund të bllokohen hyrjet në shtëpitë e tyre e të tjerë. Ka forma proteste nga më të ndryshme, thjesht vetëm që të mos ketë revolt në kuptimin kaos. Pra forma ka nga më të ndryshme ka, kështu që besoj se të gjithë skenarët, sepse këta skenarët, të gjithë skenarët besoj se ekzistojnë, i kanë mirë studiuar, sepse nuk është e rastësishme dhe kjo lëvizje që po ju them. Dhe unë pash një intervistë një shqiptar, po pjesërisht dëgjova, që i cili fliste nga mos gabofsha kishte ardhur nga Anglia, dhe thoshte do të nisemi me, domethënë, të gjithë protestuesët në drejtim të Tiranës. Gjithashtu dëgjova një po mbërëm në derë, dëgjova një nga Vlora që do të nisemi drejt Vlorës. E të tjerë, por pra që nuk ka kthim pas. Dhe unë shikoj që kjo nuk ka kthim pas. Kjo herët apo vonë do të arrihet atje ku duhet arrihet. Dhe kështu që unë mendoj se është e zgjidhur kjo, sado që të duhesh ta evitosh. Kur thoni nuk është e rastësishme, mendoni se ka një dorë të fuqishme pas organizimit protestës që tashmë absolutisht që ka një dorë të fuqishme, sepse në qoftë se do të keni parasysh lëvizjet, aty vërtet ishte derë bota, vërtet, domethënë ishte Zvërneci, po Zvërneci ishte sepse shqiptarët nuk janë kundër investimeve në Shqipëri, absolutisht. Ata kërkojnë transparencë, por është rjolli, është tjetër, janë shumë probleme, është shpopullimi I vendit, është autoriteti një qeverie e cila shpërfill qytetarët me të tjerë, pra janë shumë element bazë që mund të thasë pafundësisht, por ishte pika e vlimit dhe detyrimisht do të arritej në këtë pikë ashtu sikurse dhe arriti dhe solli këtë situatë dhe po gradualisht po shton pjesëmarrjen. Për shembull, mbrëmje ka patur shumë pjesëmarrje. Po. Kush mendoni se ka shfrytzuar këtë pikë të vlimit, duke pasur parasysh ato që po ndodhin në rjoll, siç e pam ditën e djeshme, por edhe atë ngjarje të rëndë në Zvërnec? Unë me sa shikoj ta zëm nga rjolli, aty ka probleme pronësie. Në momentin që ka probleme pronësie, absolutisht nuk mund të futet jo vetëm qeveria, po dhe vetë shteti, sepse ka zgjidh ligj zotëri atje ku ka proces gjyqësor të gjithë shmangën. Shmangën sepse nëse nesër gjykata apo gjykatë e lartë apo gjykatat e shkallës së parë do të vendosin favor të qytetarëve dhe investimi ka arritur kulmin, si mund të bëhet kjo të kthehet palë gjendën e pashme? Pra do të jetë një vështirësi shumë e madhe. Pra në momentin që futet procesi gjyqësor, të gjithë duhet heshtin.
Absolutisht deri në vendimin e gjykatës formës së prerë. Atëherë kur të gjitha problemet e procesisë me vendim gjykatë formës së prerë, atëherë ke të drejtë që të shikosh nëse është tokë shtetërore, mund ta trajtosh si të tillë ose jo, por gjithsesi do të kërkohet transparencë. E njëjta gjë po thuaj ndodh edhe me Zvërneci, sepse edhe në Zvërnec janë me sa kam dëgjuar unë gjithmonë nga media, sepse nuk është se unë kam parë letrat atje dhe mund të them që pra, si janë lidhur këto kontrata, si janë kryer këto veprime juridike, a ka qenë proces gjyqësor? Fakti ka qenë proces gjyqësor, do të thotë që janë të kontestueshme. A shpeu gjykata me vendim gjykate formës së prerë, a përbën titull ekzekutiv ai vendimi i gjykatës, edhe një sër elementesh të tjera që mund të flasim pafundësisht, do të thënë në referim të gjitha akteve të procesit, në referim të gjitha veprime juridike, në referim të transkriptimit të pronës, të regjistrimit të pronës, e të tjerë. Pra, janë sër elementesh pafundësisht mund të flasësh, por duhet parë rast pas rasti dhe pastaj mund të diskutosh më qartësisht. Në këtë rast, duke qenë se dhe ju jeni nga Vlora, a mos ndoshta Edi Rama kishte tepruar qoftë edhe me Vlorën konkretisht, pa marrë parasysh edhe mënyrën se si ka qeverisur gjithë Shqipërinë? Unë në perceptimin tim ai e provoj të shqiptar, sepse vlonjatët i ka favorizuar, por vlonjatët kanë një tjetër karakter, kanë, do të thënë, nuk nëse të mbështesin ose jo, nëse thonë jo dhe ka marrë fund kjo punë, vlonjatët kanë një karakter, nuk e di, por janë më të vendosur, janë më kërkues, i shkojnë deri në fund çdo gjë që kërkojnë dhe s'ka kthim pas. Kështu që unë mendoj se atje ishte derdhja e gotës. Aty filloi gjithçka, edhe trekja zvarr e një qytetari shqiptar ishte domethënë si them të ndezja të revoltën dhe që pasoi njëra pas tjetrës deri në kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit. Në këtë rast, si e shikoni fundin e Edi Ramës, mund t'i vi nga vetë kjo protest, apo mund të ketë edhe një qëndrim të Shtetet Bashkuara të Amerikës, nisur nga gjithçka që po ndodh, duke qenë se edhe ngjarja u bë mjaft ndërkombëtare, duke qenë se ishte i përfshirë dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner dhe vajza e tij Ivanka Trump. Shqiptarët janë më pro-amerikanë në botë, dhe kjo dihet botërisht. Nuk janë kundër investimeve, por kërkojnë transparencë. I nderuar, aty bëhet fjalë për Sazanin. Sazani gjithmonë ka qenë një pikë strategjike. Unë nuk jam ushtarak, nuk jam ekspert i fushës ushtarake, por me sa kuptoj unë, me optikën e një qytetari të thjeshtë, zotëri aty duhet të ketë transparencë. Aty duhet të parë kontratat se si janë realizuar këto kontrata, çfarë interesi ka shteti, sa është pjesëmarrja e shtetit, në një rast lufte, çfarë aksesi ka shteti në tek Sazani. E të tjera janë pyetje që më shumë i bëjnë ekspertë ushtarak se sa unë që jam jurist. Unë mund të them vetëm për sa i përket transparencës, kontratave, marrëveshjeve me shtetin e të tjerë. Pra, apo kjo tokë i çdo përfundimisht dhe shqiptar nuk kanë akses më në Sazan. Pra, kjo aty s'ka transparencë dhe kjo është sepse është pikë strategjike i nderuar, po edhe mos ishte pikë strategjike, për çdo centimetër katror, çdo milimetër, jo për çdo centimetër, do të ketë transparencë. Do të thënë çdo shtetar, administrator, sepse këta e quajnë se bën mbretër kur marrin detyrën, çdo shtetar, çdo administrator i shtetit duhet të jetë shumë transparent me publikun, sepse në fund të ditës produkti i votës tonë është ai kryeministri që është aty. Pra nuk është ai vajtje katapultoi nga rruga vajtje atje, po e çoi ky popull dhe detyrimisht ka të drejtë të kërkoj llogari për çdo veprim që bën. Ose duhet të ishte transparent duke treguar të gjitha, sepse vetë qëndrimet e kryeministrit për mua janë kontradiktore, janë të paqarta. Çka ka sjellë dhe këtë revolt, sepse qytetarët nuk janë më qytetarë që mund manipulojnë sot i nderuar. Qytetarët janë të zgjuar sot, janë të gjithë qytetarët janë hapur në përbotje, kanë parë domethënë demokracinë botërore, sidomos perëndimore, se si funksionon, si dëgohet zëri qytetarit, e të tjerë. Nuk është edhe një qytetar të ishte nëse unë do të isha kryeminist ta dëgjoja. Jo më qindra mijëra qytetarë që lënë punët e tyre, dalin për ditë aty në revolt, në protest dhe kërkojnë të dëgjohen. Çfarë kërkojnë qytetarët? Thjesht të dëgjohen. Atë janë të rinj, atë janë familjarë, atë janë të tjerë. Kështu që për sa përket marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara, ne i kemi patur, amerikanët janë shumë të kujdesshëm, nuk fillon Amerika
me familjen Trump dhe mbaron me familjen Trump. Amerika aty ka qenë, aty do ngelet. Do ngelet superfuqi botërore dhe të paktën edhe për shumë shekuj të tjerë, kështu që ata din shumë mirë që ne jemi pro-amerikanë, s'kemi asnjë gjë me familjen Trump, asnjë gjë me familjen Bush e të tjera. Ne kemi probleme me veten tonë, se nuk jemi të zotë të zgjedhëm lider të caktuar, lider vizionar, sepse këtu mungon vizioni i ndërruar. Në momentin që mungon vizioni, në momentin që mungon transparenca, këto kanë sjellë pasoja të rënda dhe të cilat sot i paguajmë ne si popull. Dhe në vend të merreshim me punë të tjera, merrem me protestat që kanë filluar dhe kanë shqetësuar gjithë opinionin publik pa diskutuar ndërkombëtar.